Shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm, jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pra është thelbësor për mënyrën si mendojmë, si ndjehemi, punojmë apo ndërtojmë marrëdhënie. Shëndeti mendor është më shumë se mungesa e problemeve mendore, është mirëqenia jone e përgjithshme. Dhe për të folur për këtë temë, të ftuar në këtë podcast kam Arbnora Klokoqen, ndërmarrëse dhe menaxhere produkteve digjitale. Ka përfunduar studimet master në menaxhimin e biznesit në Masaryk University në Çeki. Arbnora ka punuar në Gjermani si menaxhere produkteve digjitale dhe përfaqësuese e organizatës DCI në evente të ndryshme, duke përfshirë edhe ambasadën amerikane në Berlin, ku ka qenë folse në panelin diskutues në temën inovacioni, bota digjitale dhe sfidat e grave ndërmarrëse. Tani Arbnora është themeluese e platformës së parë shqip kushtuar shëndetit mendor. Pra, po i vë theks kësaj fjalie, sepse është shumë e rëndësishme që sot me Arbnorën të trajtojmë dhe të shtjellojmë të gjitha ato tema të cilat shumë shpesh ne nuk i diskutojmë, le të themi, me ata profesionistët e shëndetit mendor, sepse flasim për tema shumë profesionale. Sot do flasim për krijimin e një platforme që ju ndihmon njerëzve që të kërkojnë ndihmë dhe për idenë e krijimit të kësaj platforme nga një grua dhe si them unë gjithmonë, aty ku gratë janë sigurisht se suksesi nuk mungon. Arbnor, faleminderit që jemi neve. Faleminderit shumë Paulina, wow, fort prezantimi, faleminderit shumë. Në fakt kjo je ti dhe sigurisht unë jam mundu me i marrë të gjitha ato informata rreth asaj se çka ke bë dhe si ka ardhur deri te ideja dhe ta njoftojmë publikun me atë se kush është Arbnora e cila e ka krijuar platformën Mendje. Bëjeni search në rrjetet sociale Mendje, sigurisht bëjeni edhe follow, edhe pastaj sigurisht do i merrni të gjitha ato informatat edhe më detajuara dhe pas emisionit dhe bisedës që do e kemi këtu sot. Por paraprakisht është Arbnora ajo e cila do të na tregoj se çka është Mendje. Po Paulina, Mendje është një platformë qytetësike dhe ti do me thonë që ofron seanca psikologjike online. Po jo vetëm kjo, Mendje është një platformë ose një koncept i cili është i ndarë në dy kategori. Kategoria e parë është që punojmë shumë në vetëdijsim. Do të thotë përmes rrjeteve sociale na ofrojmë këshilla bashkërisht me psikologët, i formulojmë ato këshilla dhe ato sugjerime për menaxhim të ankthit, stresit, depresionit e të tjera dhe i publikojmë. Po ashtu marrim edhe resurse nga OBSH-ja ose nga Asociacioni i Psikologëve në Amerikë, edhe hulumtimet vetë që i bojmë edhe i publikojmë këto. Po e ceki këtë pjesë sepse shpesh herë në rrjetet sociale shohim shumë content, edhe ka njëherë është edhe pak mbi ngarkesë me pa gjithat content. Na kemi dashur me bo, do me thonë, diçka që bazohet në shkencë edhe në përvojë të psikologëve. Për që ato këshillat cilat i publikojmë në rrjetet sociale janë të bazuar kryesisht në shkencë. Ndërsa pjesa tjetër, që është, do me thonë, shërbimet për seanca online, i ofrojmë përmes website-it, edhe këto janë të ndajme në 4 kategori. Do të thotë ofrojmë seanca psikologjike për fëmijë, seanca psikologjike për tritor, terapi në çift dhe psikoterapi. Arbnor, tregona se çysh njerëzit munden me u drejtu platformës Mendje. Po, përmes website-it mendje.com mund me rezervu seanca online, edhe kemi kriju diçka që shumë e përshtatshme për një user apo për një përdorues. Kur shkon në mendje.com e cakton të me thonë shërbimin, nëse je fëmijë ose nëse je i rritur, shkon te shërbimi për tritor, edhe mandej selekton psikologun profili i cili ty të përshtatet mas shumte. E zgjedh atë psikolog, është gjithçka e automatizuar, edhe pastaj seancat mbahen online. Ndërsa nëse don me u informu rreth shëndetit mendor në psikologji ose në Kosovë se çka po ndodh me shëndetin mendor dhe me marr këshilla, çysh me menaxhu ankthin, çysh me menaxhu depresionin apo sfida të tjera, mundon me hi në rrjetet sociale, në Instagram ose në Facebook edhe me përcjell mendje. Dhe është shumë e rëndësishme kjo pjesa e përcjelljes në rrjetet sociale të platformave të cilat janë burime të besueshme, sepse e thatë pak më herët që kemi shumë content. Pra ne lexojmë informacione të cilat vijnë nga njerëz që mund të jenë komplet jo kompetent me fol për atë punë dhe sigurisht se e rëndojnë ndoshta edhe shëndetin mendor të personit që absorbon informacionin dhe në këtë rast i bëhet dëm më shumë se sa që tentohet, le të themi, ti bëhet hajër në gjuhën e popullit. Prandaj është më rëndësishme që të përcjellën platforma si kjo Mendje, sepse janë burime të besueshme, janë njerëzit profesionistë të cilët janë shkolluar, edukuar në atë fushë dhe sigurisht se japin informacione të bazuar në të gjetura shkencore në atë se çfarë kanë mësuar. Prandaj po e ritheksoj dhe po e
vë kryefjalën të mendje në mënyrë që në mendje ta mbani mendjen dhe ta bëni search në rrjete sociale. Ne e dim që në shoqërinë tonë stigmatizimi është një prej, le të themi, problemeve më të mëdha me të cilat përballet një person që ka nevojë për profesionist të shëndetit mendor, sepse e ka frikë të konfidencialitetin dhe nëse do të ruhen informata të cilat sigurisht se i ndan me profesionistin e shëndetit mendor, apo do të rrjedhin ato diku në këtë shoqërinë tonë të vogël dhe do bëhen pjesë e muhabeteve në kafe. Na fol pak për rëndësinë e konfidencialitetit dhe atë se çfarë bëni ju të mendje. Po, konfidencialiteti mes klientit edhe psikologut ai duhet me qenë parë në bazë. Edhe normal që na e kemi një ndër vlerat ose parimet kryesore, cilët psikologët që e zhvillojnë një seancë, e zhvillojnë sikurse e zhvillojnë në zyra, po kjo online ta jep pak edhe mundësinë që me qenë hala ma konfidenciale për shkak se mundesh edhe me majtë nësës një është rehat, mundesh me majtë edhe seanca vetëm me audio dhe mos me lëshu kamerën këtë rast. Edhe pse në përgjithësi psikologat nuk e preferojnë, se normal lidhja mes psikologut edhe klientit bëhet kur ata takohen me njëri tjetrin, po në bazë të përvojës me mendje, po e shohim se edhe kur ka hezitim fillim, pastaj ata e lëshojnë kamerën edhe po krijohet çaj besimi mes klientit edhe psikologut që është diçka shumë e mirë. Po psikologat kur të antarësohen në mendje, normal që ju komunikohet kjo dhe pse na kemi punë me psikologat që kanë përgjegjësi dhe përvojë shumë të madhe, sikurse që janë psikologat në Kosovë dhe në Shqipëri dhe në rajon që bashkëpunojmë me ta, edhe e din rëndësinë e konfidencialitetit edhe ruajtjes të dhënave dhe të informatave që i ndan një klient. Sigurisht dhe kur flasim për njerëzit të cilët i drejtohen platformës tuaj, tani ne nuk po kërkojmë informata konfidenciale, por në kuptimin e asaj se kush mund t'i drejtohet, janë njerëzit nga Kosova, nga le të themi Shqipëria, apo nga të gjitha truhet shqipfolse, si funksionon? Në përgjithësi, me qenë se platforma është online, kushdo që ka nevojë për shërbime psikologjike dhe me fol me një psikolog, mundet me orientu në mendje. Nuk ka kur fal limiti nëse jeton në Kosovë, në Gjermani, në Amerikë, apo diçka të tillë. Përkundrazi, kjo është ideja pse kemi dashur me kriju mendje, sepse me i ofru shërbimet edhe aty ku jo gjithmonë qasja psikologjike është e lehtë. Edhe sidomos për personat me aftësi të kufizuara, kemi dashur me kriju diçka që me marr edhe ata një shërbim të mirë edhe cilësor. Sepse një psikolog i mirë i cili jeton në Prishtinë, normal që nuk ka me pas mundësi çdo herë me majt seanca me dikoj cili ose e cila jeton në një qytet tjetër apo dhe në diasporë. Për këtë arsye kemi dashur që na me shku te klienti në këtë rast, edhe me ja mundësu një qasje shumë të lehtë që kurdo që ka nevojë me fol me një psikolog online, me hy në mendje edhe me bisedu me një psikolog. Dhe kur flasim për bisedën që bëhet mes psikologëve dhe klientëve, le të themi në këtë rast qytetarëve, sepse unë asnjëherë refuzoj t'i quaj pacient, nuk janë pacient, nuk jemi pacient, të gjithë kemi nevojë për psikologun. Bëhet ky komunikim vetëm në gjuhën shqipe, ka edhe mundësi tjera, për shembull, sepse ne në diasporë vërtet që kemi rini që flasin në gjuhën shqipe, por ndonjëherë me një shqipe të vështirësuar dhe sikur ndjehen më mirë që të flasin në gjuhën e vendit të ku jetojnë. Keni pasur ndoshta kërkesa të tilla? Po, faktikisht jemi në kontakt me disa psikologë që jetojnë në diasporë, pikërisht dhe shumë mirë që e ceke që të pjesë Paulina, sepse diaspora do të thotë qasja në shërbime psikologjike është shumë e lehtë për ata cilët e flasin gjuhën. Për shembull në Gjermani, për gjermanët i marrin seanca psikologjike dhe është në rregull. Po për shqiptarët cilët nuk e flasin mirë gjuhën edhe ka nevojë për një psikolog, për këtë arsye edhe në mendje mundën me fol me një psikolog që i kupton, edhe që flet shqip, ndërsa për ata që i ceke ti që nuk flasin ndoshta një shqipe që janë njihen rehat me e fol, jemi të bashkëpunu me disa psikologa që jetojnë jashtë, edhe që janë shqiptar, e kanë domethënë prapa vjen përvojën e Gjermanisë, po njëjtën kohë edhe përvojën e Kosovës ose Shqipërisë edhe mundën me plotësu qatë hapësirë. Fiks, sepse është shumë e rëndësishme që të plotësohet, le të themi, ajo hapësira, ku ndoshta nuk kuptohet një fjalë dhe për një fjalë mund t'i humb kuptimi pastaj gjithë asaj që u tha nga psikologu apo nga klienti në këtë rast. Ajo që dua ajo që më intereson në fakt është
qasja e të rinjëve ndaj kësaj platforme, sa ka kërkesë nga të rinjt? Apo le të themi cila është mosha e cila më shumë ti drejtohet platformës mendje? Mosha mesatare edhe që i drejtohet platformës edhe që kërkon shërbime është prej 18 deri në 45 vjeç. Është pak më e fokusuar në pjesën e të rinjve, 18, 25, 30. Do thotë kjo pjesë janë sikurse më të hapur për me i pranu shërbimet psikologjike edhe na drejtohen në mendje. Po në përgjithësi si vend nuk është ngrit vedia për me shku te psikologu dhe nuk është që hezitojmë aq shumë sa kemi hezituar ndoshta më herët për me shku te psikologu. Po them këto në përgjithësi, sepse kur vjen puna te diçka personale, na nëse vuajmë vet, ende hezitojmë enda. Sigurisht. Ende hezitojmë i tregu dikujt që hej, unë po vuaj nga ankthe, unë po vuaj nga depresioni dhe unë kam nevojë për ndihmë. Fiks. Këto nuk e kam dëgju asnjëherë. Në fakt edhe ata të cilët kam pas nevojë për ndihmë psikologjike, sikurse kanë dashur me shef pas asaj që nuk e kam për vete, e kam për dikë tjetër. Sigurisht. E na për këtë arsye po punojmë shumë në pjesën e vedisimit që me informu njerëz që me shku te psikologu do të me qenë shumë e pranueshme. Po psikologu faktikisht na nuk është kur dera e parë. Njëherë është mjeku familjar, pastaj është ndoshta një specialist tjetër, pastaj marrin edhe format ndryshme të ndihmës edhe domethënë mundon edhe vetë edhe me shoqëri me kalu. Po. Google search që të le të themi të dezorienton në shumë raste. Po psikologu nuk është kur dera e para që në fakt do të me qenë për ndihmë për shëndetin mendor, sepse edhe ato këshilla të cilat i merr përmes rrjeteve sociale, ka njëherë mundën me qenë të gabueshme dhe bojnë më shumë keq se sa që të bojnë mirë. Për këtë arsye na peceki prap që jemi shumë të fokusuar që kur të ndajmë diçka e mendojmë shumë mirë, bazohemi në organizatën botërore të shëndetësisë, e bën një review edhe psikologu dhe pastaj e ndajmë atë content. Sepse është një çështje shumë e ndihshme, edhe është diçka që ti dush me kon shumë i sigurt për ato që e thu. Sigurisht, dhe profesionistët të mbajnë përgjegjësinë për fjalën e tyre edhe për informacionin që ndajmë. Prandaj është më rëndësishme që të marrim informacionin nga burimet e besueshme, sepse unë shumë shpesh dëgjoj dhe shoh të rinj të cilët kanë le të themi informata të gabuara, të cilat pastaj ju ndikojnë shumë edhe në aspektin e zhvillimit të tyre në përgjithësi. E kam hallin me këta të rinj të cilët janë diku 3, 14, 15, 16, ende pa e mri këtë 18 që ju e thatë se ju drejtohen juve në mendje dhe tani po e ritheksoj me idenë që edhe ata të drejtohen në mendje sepse sigurisht kanë qasje në rrjete sociale, por shumë shpesh shoh shpërthime emocionale, le të themi mungesë të menaxhimit të emocioneve kundrejt një problemi dhe unë nuk jam profesioniste e fushës së shëndetit mendor, nuk jeni as ju dhe ne nuk po e diskutojmë në kuptimin e përgjithësisë profesionale, por në kuptimin e shqetësimit që e kemi përballë asaj që shohim në shoqëri. Ndoshta kjo kategori do duhet të jetë e shtyer, le të themi, nga prindrit, nga mësimdhënësit për të kërkuar ndihmë sepse ne kemi edhe mungesë të psikologëve nëpër shkolla, nëpër institucione. Si e sheh marr parasysh faktin që je mes Kosovës dhe Gjermanisë, si e sheh këtë problem? Po trit do të thotë e marrin informatën kryesisht tash sidomos kohëve të fundit, e marrin informatin përmes rrjeteve sociale, përmes telefonet, YouTube, do me thonë lojrave të ndryshme, mësojnë gjuhë, edhe kur e shohim që një fëmijë është kaq i aftë për me i marrë informatat në këtë mënyrë, edhe me absorbu ato informata përmes një forme digjitale, atëherë edhe na do të mja ofru shërbimet në atë mënyrë. Për këtë arsye mendoj që edhe për fëmijët është e pranueshme me mbajtë seanca online, sepse vetë se janë mësu me konceptin e online. Edhe këtu do të me punu ma shumë prind se sa fëmijët. Fiks. Për me i informu fëmijët ose të rinjt, cilët do të thotë kanë nevojë për ndihmë ose kanë nevojë për një mbështetje, me komuniku këto te fëmijët, sepse fëmijë ose të rinjt marrin informata edhe nga prindja, edhe nga shoqëria, edhe nga shkolla, por edhe nga rrjetet sociale. Po çka po du me thonë me këto është që nëse
një fëmijë e ndëgjon një prind ose një familjar që bën komente irrelevante, që komenton mbi dukjen, që komenton dikon pas ka shktu pesh, pas ka humb pesh, është vesh mirë, s'është vesh mirë, ose diçka shumë të parësyshme, atë normal që çato praktika ka edhe çat komunikim ka me marr edhe fëmijë. Fiks. Për çet arsye këto komente janë komplet irrelevante dhe nuk do të me u fokusu në këto temat që me i mësu mandej edhe fëmijë, edhe me i praktiku në shkollë, sepse po ndodh raste që po ka bullizëm, po ka keq trajtime të ndryshme në shkolla dhe ata këto informata diku po i marrin. Sigurisht. Kështu që do të në vend kësaj, ndoshta më mirë kishte me qenë me u fokusu në komunikim të shëndetshëm, në mos paragjykim edhe në mbështetje. Po nëse një prind nuk e ushqen këto të fëmijët, atëherë për çfarë është psikologu, që me të orientu, sepse psikologu nuk është vetëm për persona që vuajnë nga depresioni, që mendojnë shumica e njerëzve të paktën. Është ai komente nuk jam smut. Po, nuk duhet jemi të sëmur, nuk konsiderohemi të sëmur. Psikologu është edhe me të ndihmu ty me u artikulu edhe me do të thot me komuniku pak ma rrjetshëm, ndoshta edhe pak ma pranueshëm, në që me u formësu çaj komunikimi i shëndetshëm. Edhe me të ndihmu qysh me mbështet dikant, por edhe me të ndihmu pak në paragjykimet, sepse te gjatë bisedave të psikologut e njeh edhe veten më mirë. Edhe nëse një prind do thot e sheh një pakënaqësi të fëmia i tyre, është mirë me u drejtu te psikologu. Jo vetëm me prit kur bëhet një rast shumë i rënd, edhe atëherë me marr ose me kërku ndihmë. Dhe mu këtu e kam të lashën edhe shqetësimi, le të themi, sepse po shohim në shoqërinë tonë armënore të rinj të cilët reagojnë në forma të dhunshme, reagojnë në mënyrë jo fëmijërore, sepse ata ende janë fëmijë dhe nuk do duhet të ishte pjesë e sjelljes së tyre mënyra se si reagojnë ndaj shokut, shoqës, dhe jo të ralla janë rastet kur raportohen për dhunë mes fëmijëve, madje ka pasur edhe dhunë të shtuar deri në dhunë seksuale, që është jashtëzakonisht shumë shqetësuese dhe kjo ka ndodhur në oborin e një shkolle në Prishtinë, tash para mendoj nga nxënësit e asaj shkolle. Kështu që është shumë e rëndësishme që të flasim për platforma të cilat mundin këtë shoqëri dal nga dal me le të themi me shtendos, sepse jemi shumë të tendosur. Dhe tani për me u shtendos edhe ne pak, arsimi na sjell pak muzikë. Po rikthehemi përsëri për të vazhduar bisedën me shumë informacione dhe sigurisht një bisedë le të themi shumë të qiltërt me Armënora Kllokoqen, e cila ka bërë diçka të jashtëzakonshme. E ka kriju platformën Mendje. Mbajeni në mendjen dhe kërkojeni në rrjetet sociale, bëjeni follow, like dhe sigurisht drejtohuni aty kur ju keni nevojë, sepse gjeni një ndihmë të jashtëzakonshme e cila do t'ju ndihmojë shumë në drejtim të përmirësimit të shëndetit tuaj mendor dhe emocional, sepse ndonjëherë vetëm ndjehemi keq dhe kemi nevojë të flasim për dikë. Dhe në Kosovë, Armënora, unë kam përshtypjen që nuk është se jemi shumë mirë në kuptimin e ofrimit të shërbimeve të shëndetit mendor, si e sheh? Mendoj që ka shumë psikolog që janë profilizum edhe kanë përvojë dhe ofrojnë. Ndoshta në aspektin institucional unë e kam përshtypjen që duhemi me bë më shumë. Po në aspektin institucional normal që ka shumë nevojë për mas pari për një ligj edhe për diçka që të mbron me ligj, edhe që psikologa domethënë munden me u mbrojt. Po e dyta është po ashtu që nuk ka kuadër të mjaftueshëm që shqetësakom edhe në shkolla, po që mungon edhe bashkëpunimi mes OJQ-ve fillimisht, psikologëve në këtë rast, shtetit apo institucioni shtetëror, po ashtu edhe bizneseve. Sepse unë mendoj që nëse gjitha institucionet kyçe bëhen bashk për me kriju diçka të mirë, edhe munden me ja dalë. Po fillimisht mbështetja normal që kërkohet nga sistemi, kështu që në këtë rast edhe promovimin përgjithësi i të drejtave të njerëzit, po edhe të shëndetit mendor si dhe reduktimi i stigmës, duhet me u nis edhe nga institucionet shtetërore. E në këtë fakt, në këtë aspekt nuk është që bëhet edhe shumë në Kosovë. Për shembull, të paktën me krahasu me vendet e tjera
që janë vende edhe më të zhvilluara, normal, po prap me marrë si shembull të mirë Gjermaninë në këtë rast, që është më e pranueshme edhe punojnë shumë në reduktim të stigmës, po çka është më me rëndësi punojnë shumë edhe në parandalim. E të na kjo mungon nga aspekti institucional. Si punojnë në Gjermani në parandalimin e stigmës? Cilat janë shembuj që ndoshta mundemi me i nda edhe ndoshta me i marrë në praktikë? Një shembull konkret janë kampanjat vetëdijsuese, cilat nuk ndodhin vetëm në ditën ndërkombëtare të shëndetit mendor, po ndodhin kohë pas kohe. Përveç kësaj, diçka që më ka vënë shumë përshtypje është që edhe fytyrat publike ose fytyrat kredibile, politikan, aktor, këngëtar, artistë të ndryshëm dalin edhe folin për këtë çështje. Pse është e rëndësishme kjo? Është e rëndësishme sepse për një të ri i cili e favorizon një fytyrë publike ose një artist, edhe i cili apo e cila vun nga ankthi, edhe shet që në këtë rast Selena Gomez ka dalë dhe ka thonë që unë vuaj nga ankthi, ai ka me pranu shumë ma lehtë. Edhe ka me pa që është okej me pas këto vështirësi, edhe me u ballafaqu me këto sfida. Unë ka bu shumë përshtypje dhe më ka pëlqyer shumë fakti që edhe te na ka disa fytyra publike të cilat kanë dalë, si për shembull kisha dashur me përmend Majlinda Kelmenden, sepse e kam ndëgju intervistën e saj disa herë, edhe thelbi i asaj qëndron që forca nuk qëndron vetëm në fizikun tonë. Ajo qëndron edhe në shëndetin mendor. Madje me cek edhe një thënie të ish-presidentit Barack Obama thotë që kur sëmurësh nga gripe edhe nuk e ki probleme shku me kërku ndihmë, njëjtin qëndrim dush me mbajt edhe për shëndetin mendor. Që kërkon ndihmë të specialisti, dush me kërku ndihmë edhe të psikologu kur ke nevojë. Me u ndërlidh në ato që në Gjermani në këtë rast punojnë shumë po në kampanjave vetëdijsuese edhe i shet do të thotë gjatë gjithë kohës që përmendet si temë, madje edhe në vendet të punës, sepse shëndeti mendor në vendet të punës në Kosovë është beg i ndihshëm. Edhe unë mendoj që nuk ka shumë bariera edhe nuk ka shumë kufi, shpeshherë në marrëdhënie të punës, ku bën komente që shqetësakëm edhe ma herët që nuk janë shumë të pranueshme dhe nuk janë shumë profesionale. Edhe për këtë arsye s'kisha dash domethënë me idealizu Gjermaninë, sepse dhe atje janë probleme të ndryshme, edhe nuk është që e pranojnë që hej, unë vuj nga ankthi dhe sigurisht ju duhet edhe normal që ju duhet kohë. Ama të njerëz të besueshëm, të shoqëria, të psikologu e pranojnë. E kjo është diçka që më kisha pas shumë dëshirë me ndodhë në Kosovë, edhe për çeta arsye po punoj me mendje. Është sikur ne në Kosovë kemi nevojë për një frymë pozitive. Unë e shoh ashtu spaku. Isha në Zvicër, e sheh një lloj qetësie, një lloj energjie, njerëz të cilët janë në rregull me veten dhe me përditshmërinë e tyre. Neve sikur stresi na kap pak përfyti në çdo mëngjes. E sheh në këtë frymë Kosovën tash jeton në Gjermani apo është thjesht përshtypja ime? Ne e kemi një lloj bashkëbisedimi edhe në këtë podcast. Unë kështu e shoh ndonjëherë nga këndvështrimi, le të themi me pa nga lart. Në përgjithësi unë si person jam pak ma pozitiv, edhe normal që i shoh të mirat e këtij vendi shumë, sepse po dalim edhe gjithmonë po i cekim pak në atësitë cilat ekzistojnë, Paulina, po ekzistojnë edhe të mirat e këtij vendi. Sigurisht që ekzistojnë. Ne po flasim tash për këto që na ndikojnë për të kesh shëndetin mendor, sepse ato të mirat sigurisht se i vëmë në pa. Po du me ndërlidh me këto që ideja që të rit janë më të vetëdijshëm për me kërku ndihmë te psikologu në këtë rast është diçka shumë pozitive. Edhe këto adeshta me e cek. E përderisa jetojmë në një vend ku ka stresor të ndryshëm, prej momentit kur ti don domethënë me shku në punë, edhe ki probleme në komunikacion, ki probleme të ndryshme, cilat nuk janë përgjithësi të qytetarit në këtë rast, edhe në aspektin e punës pastaj ki paragjykime të ndryshme, që shpesh herë atje nuk ballafaqohen me këto probleme që nuk takojnë ty. Do të thotë zgjedh betejën tënde vet. Ndërsa në Kosovë ti dush me u ballafaqu me secilën betejë. Kjo është ajo që deshta me thonë, është që ne duhet me ndalë dhe me mendu në çdo moment se si t'ja dalim me sistemin e shëndetësisë, kur kemi nevojë për shërbime mjekësore, si t'ja dalim ndoshta le të themi edhe me arsimin, sepse kemi shumë ngjecje edhe në fushën e arsimit, dhe pastaj ndoshta edhe si prind,
kur mendon për fëmin tënd, mbi ngarkohesh, edhe si i ri, sigurisht mund të jesh i mbi ngarkuar, dhe pastaj edhe gjenerata të cilat mund të jenë të moshës së tretë që mbi ngarkohen, edhe me gjithë atë se çfarë kanë jetuar në jetën e tyre. Prandaj është më rëndësishme që ta largojmë këtë tendosje, le të shlirohemi, le të meditojmë, ndoshta pak dhe t'ju drejtohemi profesionistëve. Në këtë formë, ndoshta një lloj këshille. Një këshill që kisha dashur me jap, ndoshta pse jam shumë e fokusuar dhe orientuar në ulumtime të shëndetit mendor, prandaj edhe po e them që unë mendoj që shëndeti mendor është aq i rëndësishëm sa gjithçka fillon prej saj. Edhe po e ceki prap, mbase se jam të ulumtuar shumë për këtë temë, po jam e sigurt edhe e bindur që nëse te ki një mirëqenie të mirë mendore dhe një shëndet mendor të qetë, edhe problemet e tjera mundesh me i menaxhu më lehtë. E ceke edhe ti që mbi ngarkesë. Mbi ngarkesa është diçka që ti mundesh me menaxhu. Është diçka që ti mundesh me menaxhu tu punu shumë me veten. Mbase tu bisedu me një psikolog, mbase edhe tu lexu për shembull libra self-help ose libra vetëndim, cilët janë shumë të mirë edhe që të ndihmojnë shumë që ti me punu me veten që mos me u ndiku prej këtyre stresorëve. Në Kosovë ka shumë persona të cilët kanë probleme edhe financiare, kanë probleme të ndryshme. Madje problemi financiar unë mendoj që është shumë i rëndësishëm me u diskutu se ndërlidhet shumë me shëndetin mendor. Kur ti punon me veten edhe ki një shëndet mendor të fortë, edhe një shëndet fizik të fortë, edhe punon shumë me veten, normal që dhe sfidat e tjera ki me i te kalu shumë ma lehtë. Madje dhe ato financiare. Sepse unë e kuptoj që në Kosovë janë problemet kaq të mëdha sa që shpesh herë neglizhojmë shëndetin mendor. Ama nuk e kuptoj që nuk balancohet kjo dhe me u trajtu si diçka e njëjtë, sepse është diçka e njëjtë, edhe është diçka e barabartë. Se nëse ti nuk e ke një shëndet mendor të shëndosh, atëherë edhe punët e tjera ki me i pas luk. Sigurisht aja nuk do diskutim, dhe për me na dhon pak pozitivitet përsëri dhe sikur me dhon një mesazh me një këngë e cila mund të jetë motivuese, po shkojmë me pak muzike, por i kthehemi prapë me armënorën për me i marrë edhe le të themi disa synime që i ka ajo për të ardhmen. U rikthiem përsëri dhe mos harroni të ndani shumë energji pozitive, sepse është shumë e rëndësishme ne ta ndikojmë njëri tjetrin. Është sikur ajo thënia që thuhet se buzëqeshja është ngjitse. E ke pa një person i cili fillon të qesh pa u ndal. Ne pa e ditë hiç fare se çka ka, fillojmë qeshim edhe ne edhe kënaqemi. Pra është edhe kjo e njëjta ndjesi, le të themi, me energjinë pozitive. Kur të tjerët janë pozitiv, atëherë fillon duke u zgjeru rrethi dhe sigurisht mund ta bëjmë një grup të shoqërisë të cilët janë njerëz që shpërndajnë pozitivitet, mirësi, dashuri, komplimente të kombaskoshme, falenderime, mirëkuptim, mirënjohje. Është shumë e rëndësishme që ne ti praktikojmë këto në jetën e përditshme, sepse sigurisht do na bëjnë edhe neve të ndjehemi mirë. Po kthehemi tek mendje dhe mbajeni në mend përsëri, po e them mendje dhe jeni në rrjetet sociale për të bërë follow dhe për të bërë sigurisht edhe like e për të marrë shërbime nëse keni nevojë. Jemi këtu me Arnora Klokogjin, e cila e ka kriju platformën Mendje, në të cilën të gjitha ata persona të cilët kanë nevojë mund të marrin shërbime psikologjike për shëndetin e tyre mendor nga profesionistë të cilët sigurisht janë adekuat të edukuar në atë fushë. Cilat janë planet me mendjen tash tutje? Do zgjeroheni? Do keni le të themi më shumë aktivitet në këtë fushë? Vazhdu me bashkëpunu fillimisht, sepse kemi fillu me bashkëpunu me disa organizata lokale, në mënyrë që me hulumtu së bashku edhe me i ndihmu njerëz aty ku ka nevojë, si për shembull së fundmi kemi bashkëpunuar me organizatën OFAP, cila është organizata e cila i mbështet fëmijët pa për kujdes prindror, edhe kemi me vazhdu me bashkëpunu edhe me Konfin, kemi qenë në kontakt, që është koalicioni i qeve për mbrojtjen e fëmijëve, ma konkretisht me Donjetën, si dhe me një fondacion të ri i cili po bën një punë të mrekullueshme, po ashtu për këto grupe të sënushme, i cili është Trust Circle Foundation. Do thot na kemi me vazhdu me punu me këto organizata lokale, por po ashtu edhe në nivel institucional. Ky është qëllimi jonë, që me bashkëpunu edhe në nivel institucional në mënyrë që me ofru shërbime cilësore, po edhe me marrë ndihmën e cila shtetit i takon me atribute organizata që punojnë për shëndetin mendor. Ndërsa, sa i përket atyre cilët vuajnë nga sfidat e shëndetit mendor,
ne kemi me vazhdu me punu edhe kemi me qenë ajo drita e bardhë në fund të tunelit që ta jep sinjalin që gjithë shka ka me punë mirë. Kjo është shumë e bukur, sepse njerëzit kanë me të vërtet nevojë të dëgjojnë dikës që thotë se jem këtu për ty. Dhe unë mendoj që shumë shpesh në këtë shoqëri është më rëndësi ta themi, nuk e themi në privatisht, ndoshta e themi me fjalë të zgjedhura sepse jemi rrit arbënor në një lloj kulture ku nuk kemi mësuar me i shpreh ndjenjat. Kemi përjetu shumë, jemi gjenerata që kemi përjetu edhe luftën, jemi gjenerata pastaj që na zuri edhe Covid-i dhe ndonjëherë sikur e kthejmë në shaka këtë dhe themi kemi përjetu aq sa për me tregu në një shekull se çfarë ka ndodhur. Por gjithsesi mendoj se është koha kur ne duhet të mësojmë që të shprehim ndjenjat tona. Kjo është shumë e rëndësishme apo? Shumë e rëndësishme. Ama me u fokusu pak ma shumë me i shpreh ndjenjat pozitive, sepse për komente negative dhe për ndjenja frustrime po i shprehim çdo ditë. Kështu që po pajtona me ty plotësisht që do të më mësu me u shpreh në mënyrë të shëndetshme edhe me i respektu barierat e secilit. Ishte një bisedë e jashtëzakonshme me shumë energji pozitive. Unë sikur u mbusha energji pozitive sepse këtë reflektim e ka arbënora dhe sigurisht të gjithë ata të cilët janë pjesë e platformës Mendje, prandaj ua sugjeroj që ti kontaktoni, ti klikoni, ti bëni ti ndjekni në rrjetet sociale, pra ti bëni follow, like, sido që të jetë dhe sigurisht pastaj të jeni në kontakt dhe të kërkoni ndihmën që ju duhet. Arbënor, cili kish më qenë mesazhi për fund, sepse sigurisht jemi në fund të këtij podcasti dhe unë sigurisht dua të përgëzoj për nismën sepse është e veçantë, unike dhe shumë e nevojshme. Shumë faleminderit Paulina, njëjtën energji e mora edhe nga ti, kështu që faleminderit shumë për rehatin edhe arrita me shpreh ato që deshta me shpreh, edhe shpresoj që edhe këto mesazhe të cilat japën bashkë janë pranu mirë te qytetarët edhe që tash të paktën e din ku me orientu për ndihmë. Mesazhi im është që me punu shumë me veten për shëndetin mendor, qoftë me u informu përmes mendje, qoftë me marrë seanca psikologjike, po qoftë edhe me lexu libra për vetëndim, cilët personalisht më kanë ndihmuar shumë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit Paulina. Kështu që të nderuar dëgjues dhe të gjithë ju që na shihni në platformën tonë në YouTube. Është shumë e rëndësishme që ne fillimisht të punojmë dhe ta duam veten, sepse në momentin që ne nuk punojmë me veten dhe nuk e duam veten, sigurisht se nuk mundemi me i desht as të gjithë ata për të cilët ne jemi të sigurt që i duam më shumë se veten. Pra, ta nisim me veten dhe t'i duam gjithë të tjerët dhe të shpërndajmë dashuri e pozitivitet duke u kujdesur ashtu si për shëndetin fizik edhe për shëndetin mendor. Deri javën tjetër, unë ju dua shumë, dëgjohemi dhe sigurisht takohemi në platformën YouTube.